Përshëndetje miq të FSHF TV, ritakohemi edhe këtë të mërkurë në shtëpinë e futbollit, ku flasim për çdo gjë çfarë ka ndodhur gjatë kësaj jave në futbollin shqiptar, në Shqipëri, por edhe më tej. Fillimisht dua t'i prezantoj të ftuarit e mi, si gjithmonë kam 3 të ftuar, Gleni Tafaj, komentator dhe gazetar sportiv në paketën 3. Faleminderit, Messi. Faleminderit. Marius Sulejmani, drejtori i departamentit të garave në Federatën Shqiptare të Futbollit. Përshëndetje Marius. Përshëndetje. Dhe Florian Riza, si përherë, me komentet e tij edhe me prezencën e tij në program. Faleminderit. Fillimisht si gjithmonë bëjmë një pasqyrim të paraqitjeve të legionarëve, lojtarët shqiptarë të cilët vazhdimisht na surprizojnë me performancat e tyre dhe në këtë rast kemi rikthimin fillimisht të Armando Brojës tek goli në Premier League. I mjaftuan vetëm 26 minuta për të gjetur golin me ekipin e tij Burnley, pas 2 herësh Glenti që ishte si titullar, gjë që kishte prej vitesh që nuk vinte në fakt për Armando Brojën. Si të duket ky inkuadrimi i tij, performanca e tij vitet e fundit, kohët e fundit? Para të vish nga kalvari që ka ardhur Armando Broja nuk është e thjeshtë. Flori Marius e din mirë që kur ke dëmtime afatgjata, Broja ka patur ligamentin e gjurit, ka patur tendinën e akilit, ka patur kaviljen dhe ka patur sapo është rikthyer pak javë në rikthim, ka ardhur dëmtimi i radhës dhe është vështirë të kapësh formën. Formën fizike ka dal nga dal, po i vjen edhe forma sportive. Goli mungonte 3 vite 2 muaj, 2 vite 2 muaj që nuk shënonte që në Chelsea Fulham dhe të gjesh rrjedhën pastaj në Premier League, jep moral lojtarit, jep skuadrës golin, jep të drejtën trajnerit që ndesh në radhës, t'i japi edhe më tepër minuta Brojës, jep mundësinë edhe Brojës që dal nga dal të kthehet ai lojtar që ne të gjithë presim, sepse kemi parë, dim potencialin. Gjithmonë kur flitet për Brojën, duhet ndonjëherë sikur te kalohet edhe me epitetet që i vendosen, por ne e dimë, kemi parë se çfarë është javë Broja të bëjë kur është maksimumin e vet. Sigurisht që nuk është se një gol i ndryshon krejtësisht karrierën, por ndihmon që i dal nga dal të kthehet ai futbollist që ne presim gjithë, për gjithë talentin që ka, gjithë dinamikën që prodhon në lojë. Ajo që duhet dhe shpresojmë shumë është që Broja mos ketë më pit stope. Pra, e ka paguar faturën me fatin për këtë pjesë të parë të karrierës, ka patur të paktën 2 dëmtime, po i quajmë serioze, njëri shumë serioz dëmtimi i gjurit, dhe tashmë urojmë që dal nga dal ai të marrë minuta, të shënojë gola dhe ky gol mos jetë vetëm momental, mos jetë vetëm stacionar, por të jetë një gol që të pasohet nga performanca të tjera të mira, ta kemi Brojën jo vetëm gati për përfaqësuesen që duam të gjithë, por mbi të gjitha gati për atë individ, sepse të vjen keq që Broja mos ta plotësoj potencialin që ka. Gjithmonë gjykohet edhe nga ambienti i jashtëm, sepse i miri gjykohet, po njerëzit ndonjëherë harrojnë që Broja sot ka 87 ndeshje në Premier League, dhe Broja nuk është 40 vjeç. Broja është ende i ri dhe të luash 87 ndeshje në kampionatin më të fortë dhe më të bukur në botë, nuk është çaka. Kështu që para se të gjykohet, Broja të kuptohet se çfarë niveli po luan ky lojtar. Tani ajo është unë shpresoj që të paktën goli mos jetë momental, të vazhdojë të përmirësohet, të vinë gola rresht, të ketë besimin e trajnerit dhe Broja të edhe në gjithë shkallën, në Burnley është skuadër e mirë, Premier League, po pse jo mos kthehet nivelet ku ishte tek Chelsea apo një skuadër tjetër. Thua që nuk është mos jetë thjesht moment momental, por ndërkohë nga aspekti tjetër me kombëtarin ai ka qenë goxha aktiv në këtë vit të kualifikuesve. Mund të mos ketë qenë titullar në çdo ndeshje apo të ketë luajtur 90 minuta, por është nga lojtarët që ka fituar më shumë besimin e trajnerit në këtë sezon. Përfaqësuesi është rritur shumë edhe në koncept. Pra, nuk është pak thjesht lojtarë që luajnë ligat kryesore europiane në pothuajse në çdo sektor të fushës, por një futbollist i Premier League-s nuk mund mos luajë me kombëtarin shqiptar. Pavarësisht se Broja ka patur pak minuta, ne do të kujtojmë që ne nuk kemi as Brazili, as Gjermania, as një kombëtar i madh, se këtë harrojmë, ne një kombëtar që ende jemi e një vendi të vogël. Kështu që një lojtar që luan Premier League do luajë me përfaqësuesin ton. Patjetër që minutazhin pastaj vendos trajneri, por minuta do t'i marr. Dhe ana pozitive është që ka luajtur me përfaqësuesen, por që të vinë formë me përfaqësuesen dhe duhet luajë në klub, sepse ne gjithmonë diskutojmë kur flasim me kombëtarët, diskutojmë ndeshjet e marsit, sa aty kemi syt. Që ai në mars të jetë në Kulm, duhet të paktën janar, shkurt dhe fillim marsit luajë rregullisht. Nëse na del nga formacioni janar, shkurt, mars, ai patjetër që ndeshje mund ta nxjerrë çdo futbollist edhe kur ka 3 muaj pa luajtur. Po, logjika është që nëse ka një rrjedhshmëri performancash, minutash, ka në këmbë lojë, atëherë patjetër që në mars është plotësisht gati për të kontribuar me kombëtarin. Pastaj ndeshjet teke siç i kemi ne, nuk i ngjan ndeshje se mund të kesh luajtur rregullisht dhe nuk e nxjerr një ndeshje të mirë, ose ana sjellës. Po, patjetër që po. Flor, si sulmues, ma komento pak golin e Brojës, si të duk, nuk e kemi parë që të shënoj me kokë herë të tjera, si të duket pozicionimi edhe mënyra se si e ka ekzekutuar. Pra një nga komponentët kryesorë të një sulmuesi është dhe goditjet në ajër. Pra goditjet topit me kokë, të cilët do t'i gjesh kohën se s'bën. Kohën do të thotë që në pikën maksimale të kërcimit t'i gjesh topin me ballë. Kjo është një mënyrë ekzekutimi perfekte për sa i përket shënimit të këtij goli.
Për sa i përket formës, mendoj që ky është një proces dhe besoj që trajneri ka treguar që ka një strategji të caktuar për kthimin e Brojës në formën e tij maksimale, e cila është ndërthurur dhe me strategjinë që ka kombëtarja e Shqipërisë apo dhe trajneri Silvinho për kthimin e tij në formacion. Pra këto dy gjëra do ecin paralel. Mund të ketë oscilacione edhe brenda kësaj periudhe, këtij procesi të kthimit në formë maksimale apo vetë strategjisë, pra një herë mund të jesh në formacion, pastaj një ndeshje më pas mund të jesh aktivizohesh në fund të saj. Dhe e gjitha kjo do të besoj të kalon mbi 6 muaj deri në 6 deri në 8 muaj, derisa ai të vijë atje ku duhet dhe pastaj do të ketë atë normalitetin e tij, lirshmërinë e tij dhe shënimi i golave detyrimisht që ndihmon procesin për sa i përket aspektit psikologjik, sepse sa më entuziast jesh, sa më shumë, se entuziazmi në futboll është shumë i rëndësishëm, determinant dhe kryesisht vjen nga dy faktorë kryesorë. Pra shënimi i golit për një sulmues dhe fitimi i ndeshjes. Asist e futi, po unë nuk jam dakord me atë, kështu që besoj që jemi te momenti që po fillon të marri mbi 50% të procesit të rikthimit të formës maksimale të Brojës. Në fakt, Glen, këtu doja të dilja edhe unë, fakt, sepse duket sikur edhe në aspektin karakterial, sikur është i rilindur Broja, duket sikur proteston për ndonjë faull ose për një goditje këndi në fund të ndeshjes, ka më shumë grinte dhe duke festuar, sikur e ka rigjetur edhe veten e vet nga aspekti, po themi, psikologjik i lojtarit në këto ndeshjet e fundit? Sigurisht që kjo lidhet me performancën, sa më shumë të marrësh minuta, aq më aktiv je edhe me skuadrën, aq më dëshirë ke të fitosh ndeshjen. Ata që luajnë rregullisht, pavarësisht se një klub gjithë lojtarët do të kërkojnë fitoren, por një paqë ata që janë në stol ose që nuk marrin shumë minuta, më tej nuk kanë shumë ndërlidhjen me fitoren e skuadrës sepse del çështje individuale. Ndërkohë që duke luajtur më shumë Broja sigurisht që ka edhe dëshirën për të performuar mirë. Kjo vjen pak edhe me pikurinë. Sot është 24 vjeç. Pikuria futbollistike vjen diku 27-28 vjeç fiks, pra duke u rritur si futbollist, patjetër që varet nga momenti që ke filluar karrierën profesioniste. Patjetër. Pra nëse ti, po, dakor, pra se domethënë mund të vi diku 27 ne flasim për je shumë i pjek, po në aspektin profesional, për një lojtar që ka filluar 7-18 vjeç, siç është Broja, besoj që është në momentin e tij më të mirë. Por edhe me gjë ka këtë mungesën e dëmtimeve që mund t'ja shtyp pak pragun e pjekjes totale. Jo, më them përgjithsisht pikuria sportive, se një futbollist mund të arrijë pikurinë sportive, Jamal mund të arrijë edhe 22 vjeç, se ka luajtur që 15 vjeç. Patjetër që ndryshon në momentin kur ti debuton, nëse një futbollist, për shembull, po bën një krahasim, portieri i Greqisë, kampion Evropë Nikopolidis debutoi 27 vjeç, kështu që arriti maksimumin. Ka tem tjetër, më pas është evoluar. Po evoluar po. Fitoi atë që nuk e fitoi kush, prandaj po them nuk i dihet asnjëherë, po në këtë pjesë duke arritur edhe pikurinë sportive, edhe pikurinë jo vetëm sportive, edhe si individ, sepse gjithë sportive lidhet edhe me inteligjencën individuale, me rritjen që ke si individ, pastaj bësh më aktiv me skuadrën, golat vinë. Dhe ajo që ta Flori është drejtë dhe Burnley po synon ta fitojë, se Burnley ka shpenzuar 23 milionë euro. Po pse më kishte ti në pretendim që e kam të padrejtën? Po mund ta kesh, po ta gjej rrugës. Ndërkohë Marius, si të duket? Është diçka që lajm shumë pozitiv, po gjëja më pozitive është se kampionati anglez është i ngjeshur dhe mundësia për të luajtur është më e madhe, pasi në kampionatin anglez kemi edhe ndeshje të kupës, të kampionatit dhe për vitri, është i vetmi disa kupa. Dhe për vitri është një ndërvend kampionate që zhvillohet ndeshje në datën e parë, gjymdatë. Dhe kjo është shumë pozitive, pasi Armando Broja do jepet më shumë mundësi dhe urojmë që të ketë sa më shumë gola. Shpresojmë. Në fakt një tjetër lojtar i kombëtarës, i cili po vazhdon të na surprizojë me golat, në fakt nuk është as shumë surprizë sepse ai ka treguar cilësitë e tij, është Ernest Muçi, por duket sikur ndeshjet e fundit njëra pas tjetrës gjen golin, po ashtu në ndeshjen e fundit gjeti dhe asistin, duket sikur është bërë një lojtar shumë i rëndësishëm edhe për skuadrën e tij, por ka edhe ky një maturim të tij personal dhe profesional. Glenti, si e shikon Muçin? Kur të Muçi të arrit pikurinë dhe maturinë, unë jam i bindur që të arrijë nivele shumë të larta, sepse Muçi ka patur një lloj ekuilibri, ka qenë gjithmonë episodik. Edhe kur ishte në Shqipëri, por edhe në Turqi. Pra ishte një futbollist që një ndeshje mirë, dy ndeshje zhduke, një ndeshje informacion, disa ndeshje në stol. Pa shkuar larg në memorje, këtë sezon Muçi nuk e nisi ose nisi informacion një dy ndeshje dhe pastaj fatit e ke ulin stol. Dhe 7 golet e Muçit kanë ardhur në 5 ndeshjet e fundit. Edhe ndeshji shnoi 2 gole, ardhi nga stoli, shnoi 2 herë kundër Istanbul Başakşehir, dhe aty pastaj kur shnon 2 herë kur vjen nga stoli, trajneri sigurisht që të jep mundësinë të luash informacion. Nga ai moment kanë ardhur gola të tjera, kanë ardhur asiste dhe po shkoja pak edhe dje ndeshje me Gençlerbirliği. Pardje.
Florset. Të lutem. Okej, dakor, korrekt. Partia emrin e skuadrës? Kundërshtar? Gensler Birlig. Unë jam më turk se ty zot. Jo, nuk jem. Edhe e pendesh? Apo ta do puna? Ora unë jam i 1991-shit. Ndeshën e Flori djeg shumë ndeshje. Po tash ndeshën e Muçit. Si kampionat shqiptar, si kampionat Europës. Ndeshën e Muçit ndeshën i ndjek 4-3. Po shikoja edhe performancën që pati, në fakt edhe skuadra tashmë duket se ka pikë referime. Pra, merr topin, shkon Muçin, pason. Ka një lojtar në kraj që është Zubkov që ndonjëherë është pak individualist, duke qenë dhe Muçin lojtar që e shpërndan lojën, por ndonjëherë ka dëshirë dhe ai të ndërmarr aksionin mbi vete. Kjo ndonjëherë dëmton pak Trabzonsporin në fazën sulmuese, mos Zubkov, por shihni një ndeshje tjetër Muçit ku Zubkov shumë raste kishte mundësi të pasonte, nuk e shpërndante lojën. Edhe prapë shoh që edhe tek Trabzonspori duke ardhur golat, ka ardhur dhe besimi gjithë shokëve të skuadrës, shumë topa i shkojnë Muçit dhe kjo nuk i bën vetëm se mirë lojtarit, sepse sa më shumë topa të kesh këmbë aq më pranë golit, aq më pranë performancës mirë. Dhe edhe trajneri fatit e ke këtë po dallon qartë me minutat që po jep. Pastaj vimësia është kryesore, sepse në futboll memoria është e shkurtër. Ti mund të bësh 7 gola për 5 ndeshje, 3 ndeshje luan keq, del nga rotacion. Riza, ti si e rishikon një lloj rikonfirmimi të Muçit javë pas jave me performanca shumë të mira? Pra, domethënë, harmonia e një ekipi është shumë e rëndësishme. Në sa harmonik janë, si ti bashkëvepron me gjithë pjesën tjetër të ekipit. Pra secilin vetë dhe në rastin konkret po flasim për Muçin. Pra a futet ai në çdo lloj pozicioni? A mirë kuptohet me pjesën tjetër të ekipit, me lojtarët që ka të linjës, me ata që ka përpara, me ata që ka pas. Pra e gjitha kjo për shkak dhe të teknikës lartë që ka dhe inteligjencës sportive e bën atë një lojtar shumë të harmonik me të tjerët. Dhe e rëndësishme është që dhe për Muçin karriera pavarësisht se s'ka pasur dëmtime serioze, ka pasur problematika në raport me trajnerin e Beşiktaşit, ka pasur një problematik diku tjetër dhe e ka lënë dhe atë pa ndeshje 90 minutë që në vazhdim. Pra që nga momenti që filloi të jetë sistematik në 90 minutat e tij, duke rritur plotësisht potencialin e tij fizik, sepse në aspektin teknik, taktik apo të driblimeve, goditjet në portë, ai është shumë mirë, shumë përpara, mund të ketë një dhe duhet ndryshoj mënyrën e festimit dhe të entuziazmit që duhet të shvitur pak entuziazmin në ndeshjen e fundit. Patjetër. Besoj që tani ka krijuar një besim të jashtëzakonshëm në vetvete dhe kjo ndihmon ato që të bëhet lider, sepse nga pozicioni i një lojtari të mirë, të talentuar, drejt liderit është një proces dhe ky, nuk është se e fiton brenda ditës. Pra ti je një lojtar i talentuar, nuk del të nesmen e këtij etiketimi, do dalësh ti lider i ekipit. Por duan të piqen ca kushte të tjera dhe mendoj që edhe afërsia e disa lojtarëve lider të Trabzonit mund ta bëjnë atë, ta afrojnë rreth gjithë tyre për ta bëjnë atë një lider të vërtetë të ekipit. Patjetër. Marius, ti besoj e njeh Muçin si lojtar, duke qenë se ka qenë është prodhimi i kampionatit tonë. Është vërtet, Muçi që në moshë të vogël ka luajtur në kampionatin tonë, në kampionatin e moshave, më pas dhe me Tiranën, ku atje shkëlqeu dhe më pas që u transferua. Ashtu siç tha dhe Flori, e rëndësishme që sulmuesit tanë të kombëtarët shënojnë dhe të marrin sa më shumë minuta që të jenë gati për muajin mars për ndeshjet që kemi ndaj Polonisë. Shumë të rëndësishme. Në fakt janë jo vetëm sulmuesit, por dhe mbrojtësit, në fakt një mbrojtës i cili ende nuk është pjesë e kombëtarëve shqiptare, por që ka përfaqësuar më parë Shqipërinë, është Arda Kurtulan, i cili ka shënuar 2 gola për ekipin e tij Göztepe. E thash mirë Flori? Göztepe. Edhe duket sikur ka gjetur veten dhe fakt është një lojtar i rëndësishëm i ekipit të tij. E ke ndjekur Glenti si lojtar me karakteristikat që ka edhe me ato çfarë mund të ofrojë? Në kampionatin turk nuk kam ndjekur shumë Kurtulanin, sigurisht ne fokusohemi pak edhe tek ata që janë pjesë aktive përfaqësuese, shpresojmë që edhe Kurtulan bëhet pjesë aktive, ka luajtur me 21 vjeçar, gati 10 ndeshje, mos gaboj. Por ajo që është pozitive dhe për atë vetë është që ai luan sistematikisht. Pra është lojtar që është gjithkohës në formacion. Këto janë golat e parë në këtë sezon, ka luajtur rreth 44 ndeshje në ligën turke dhe nuk është pak, se të flas një ligë që nuk është në 5 ligat kryesore europiane, por është një kampionat që është goxha i fortë dhe me goxha intensitet dhe cilësi. Është i ri, është 23 vjeç, kështu që ka mundësi edhe të rrisë hapat në karrierë. Golat do ndihmojnë, nuk e ka detyrë primare për shkak të rolit që ka, po sigurisht golat do ndihmojnë dhe ne shpresojmë që të jetë edhe në vallën e përfaqësuesës sonë dhe të mbulojë një rol që ndoshta do vi një ditë që do kemi edhe nevojë për shkak se hysej, nuk është se po vjen, po i luan në numeratori mbrapsht, po shkon duke u rritur në edhe minutazhisht
fari pakit hyse, kështu që ndoshta do kemi nevojë edhe për Kurtolani, bëhet nesër pas nesër. Duke nesër. situatën që ai ka në lidhje me klubin, sepse Patjetër. Ka dhe një problematik të tillë, por më tepër që lojtari që është prodhuar në Akademinë e Fenerbahçes, kështu që kur luan në Akademinë e Fenerbahçes ti cilësinë e ke. Ky nuk është garanci suksesi, sepse ka lojtarë që janë prodhuar në akademitë të mëdha, nuk kanë gjetur më të hapat në karrierë, por duke luajtur sistematikisht është gjithmonë armë plus që ti nesër pas nesër të kesh mundësinë jo vetëm që të ngjitesh me një klub më të madh, por edhe personalisht, individualisht të rritesh në lojën e futbollit. Riza, duket sikur janë dy inkursione shumë të mira dhe finalizim shumë i mirë në këtë rast. Si e më komento pak golet e tij. Më vjen çudi që me numër 2 je brenda te zona e 5 metrësh të portierit. Do të kesh shumë iniciativë, duhet të kesh shumë fuqi, do të kesh shumë sprinte që të përfundosh deri aty dhe pastaj të shënosh. Ai shënimit nuk është se, domethënë është një mundësi që si thua te rasti golit parë, pra ai që vjen brenda zonës së 5 metrëshit, te ky ndoshta është tip fati, por në përgjithësi një lojtar që vrapon kaq shumë, që shkon deri të përfundojë me aksionin për të shënuar gol, ka veçori tipike fizike. Kështu që për këtë unë nuk është e njoh lojtarin, por fakti që është me pasaportë shqiptare dhe mund të jetë pjesë e ekipit kombëtar të Shqipërisë. E ka përfaqësuar në një moment caktuar Shqipërinë sigurisht në një nivel më pikërisht, sepse edhe ne kemi shumë ta tregoj një kuriozitet. Shumë në vitin 91 kur unë luaja në Turqi, në kampionatin turk, pothuajse në çdo ndeshje një kundërshtar më fliste shqip. Për kundërshtarin im direkt, një mbrojtës. Në aspektin e kësaj që ne kemi shumë lojtarë, sepse kemi popullsi me origjinë shqiptare të shumtë në Turqi dhe mendoj që kjo ka qenë edhe një kërkesë e dikushme që ne të kishim një farë le të themi një tip skautizmi specifik për ata lojtarë që janë me origjinë shqiptare por që nuk dallohen për shkak të pasaportës turke dhe mbiemrave që janë shumë problematik në Turqi. Por që urojmë që edhe kjo çështje të zgjidhet dhe pse jo ai të jetë një nga lojtarët e rëndësishëm për të ardhmen e Shqipërisë. Ndërkohë dy lojtarë tjerë të rëndësishëm të kombëtarës, Adrian Ismaili, i cili është rikthyer së fundmi në fushë pasi dëmtimi afat shkurtër le të themi, dhe po ashtu Christian Aslani për Torino vazhdojnë të japin performanca shumë të mira, ti e ndjek kampionatin italian sepse edhe fokusi më së shumti është te kampionati italian, si të janë dukur gjatë gjithë sezonit që nga transferimi. Pjesa kryesore e Ismailit është qenia në fushë. Pra, objektivi i Ismailit në të gjithë periudhën, qoftë nga sezoni i shkuar me Empoli, është të jetë në fushë, sepse kjo i ka munguar. Pastaj kur Ismaili ka qenë në fushë, është një nivel mbrojtësi që mua personalisht, por jo vetëm, më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Është i fortë, është dinamik, është i ashpër kur duhet. Nuk është se merr shumë kartona, ka ashpërsinë, ka brenda rregullores. Dhe Torino sot në 6 ndeshje me Ismailin në fushë, 6 herë ka fituar përfshirë një ndeshje kupe. Luajti derbi kundër Juves. Juve është skuadër që pretendon gjithmonë kollat e larta, ishte absolutisht më i mirë në fushë, pavarësisht se trofeji më të mirë të shkon diku tjetër në atë ndeshje, por Ismaili ishte më i mirë në fushë për gjithçka që bëri. Problemi i Ismailit është që nuk ka gjetur minutash për shkak të këtyre dëmtimeve sistematike muskulore. Vjet në pjesën e parë sezonit ishte lojtari i Serie A më shumë topa të larguar. Në të gjithë sena, përfshi të gjithë futbollistët, përfshi edhe 5 ligat kryesorë europiane ishte diku i dyti. Pastaj filluan dëmtimet radhazi dhe me Empolin, edhe tek Torino. Filloi të luante, u dëmtua sërish dhe dëmtimet i ka të gjitha natyrën muskulore. Dhe kjo është ajo që mua më shqetëson, sepse dëmtimet muskulore nuk janë afat gjata, por janë të shpeshta. Dhe ato pastaj kanë problematik në vëmendjen e sezonit. Tani është rikthyer, është në formacion dhe kur rikthyer nuk luajti direkt në formacion Baroni, sigurisht që preferoi që ta aktivizonte pak me pikatore. Tashmë është në formacion dhe fitoria e radhës erdhi edhe për merit Ismailit. Në anën tjetër pastaj Aslani, për mua ka bërë lëvizjen që duhet ta kisha bërë ndoshta pak më herët, por gjithë dim që nuk është e thjeshtë të largohesh nga Interi, se është klub shumë i madh. Tani vjen tek Torino, po luan në mënyrë sistematike. Disa ndeshje nuk ishte në fillim, se ndoshta ai e vuajti faktin që duhet merrte shumë përsipër dhe nuk është se po performonte mirë dhe humbi të vendin në formacion e Baronit. Pas 2 ndeshjeve që u lustoi, Baroni riktheu dhe edhe ndeshjen me Milanin që Torino humbi për shkak të një sistemi mbrojtësi që ka kaotik, është skuadra që pëson më shumë. Aslani ishte ndër më të mirët, mënyrën si e shpërndan lojën, mënyrën si e sheh shokun e skuadrës, si e luan thellësinë, si e bën atë ndërlidhjen e repartit, pra merr topin nga mbrojtja për ta nxjerrë në fazën sulmuese. Tani edhe Baroni kam përshtypjen që në vim si do të ketë një pedin që nuk do të lëviz më nga formacioni titullar, se duhet në mënyrë pa diskutueshme. E ka thënë vetë trajneri, mua Aslani ka detaj të rëndësishëm. Ky është problemi, pra domethënë ai u largua nga Interi për shkak të mos aktivizimit në formacion.
Dhe tash do të bëhet çmos që të arrijë të jetë lojtar formacioni bazë për gjithë sezonin. Në të dy raste lojtarët janë centrale dhe ekipit kombëtar të Shqipërisë dhe ndeshja që ka Shqipëria për dy shumë e fortë në aspektin defensiv, po fizik dhe defensiv. Pra qoftë që në mbrojtësi, qoftë në fushori i qendrës, janë lojtarë kyç që përbëjnë aksin e ekipit. Neve këta duhet të kemi në aktivitet normal, sepse ndeshja po afron, pavarësisht se neve themi për ditë që është marrësi është larg, po Shimi Aslani, me Ismail është Aslani për fat mirë, dhe urojmë që mos ndjellë interes, nuk është nga lojtarët që ka shpeshherë probleme. Pra është lojtar që nuk pa ka shpeshherë dëmtime kanë kontakte, por Aslani është në një pikë të fushës ku kontaktet vinë shpesh. Ajo që shohun tek Torino në krahasim edhe me Interin, e para është vetbesimi, që rritet nga fakti që ti topin e prek më shumë, nga fakti që ti luan rregullisht, nga besimi që trajneri jep. Pra tek Interi, Aslani edhe kur luante, topin e parë, dytë që u humbiste, fillonin tifozët pak duke ngasmuar, trajneri ndeshjen tjetër aktivizonte, domethënë kishte një lloj presioni. Tani ai luan me lirshmëri dhe ajo që do kam dalluar pak në krahasim me Interin është që fizikisht po rritet. Po fizikisht në aspektin e aerobik të frymëmarrjes, po dhe fizikisht si trup. Pra përplaset i duron, se dim që Aslani nuk është laçi që përplaset me kundërshtarët apo Ramadani, është lojtar pak më fin në këtë pjesë. Jo, do në atë pjesë po rritet sepse Serie A ta kërkon këtë. Ti nuk mund të luash lojtar dhe ti je ishull izoluar, mos kesh kontakt, por përplasesh me kundërshtar. Kjo e ka ndihmuar shumë dhe lëvizjen e ka bërë të vonuar, po dur të paktën për të marrë minutat e Interit. Pastaj është e drejtë ajo që është momenti për të marrë minuta, por nuk ta garanton askush. Vjen nga Interi tek Torino, po nuk thot njëri që do luash këtu në mënyrë pa diskutuar. Do fillosh në formacion, po do e meritosh të vazhdosh. Se ne dimë që çdo skuadër e Serie A ka edhe 2-3 lojtarë që mund të zëvendësojnë në moment caktuar. Patjetër, duhet angazhim sigurisht edhe nga ana e lojtarit. Kjo ishte pak a shumë pasqyrimi i performancave të lojtarëve shqiptar në këtë javë. Sigurisht e rëndësishme është që ata të kenë vazhdimisht të prodhojnë gola, të prodhojnë asiste, të kenë mundësi që të jenë titullarë dhe të luajnë sa më shumë minuta në mënyrë që të jenë si gjithmonë gati për kombëtaren shqiptar. Ne do të shkëputemi për pak publicitet dhe do rikthehemi për të folur për tema të tjera. Jemi rikthyer në studio dhe do të fokusohemi tani tek kampionati shqiptar A Business Superiore, i cili është duke luajtur aktualisht javën e 18. Ka pasur sigurisht zhvillime të ndryshme gjatë këtij pjesës së parë të sezonit dhe duke qenë se jemi në programin e fundit, duam të bëjmë një lloj pasqyrimi të çfarë ka ndodhur në këtë pjesën e parë sezonit, quhet sezoni i dimrit apo jo? Mes sezonit. Si po ecën Marius, cilat kanë qenë momentet më pikante, po themi, të gjithë këtij rrugtimi deri tani? Kampionati përën shumë mirë, pasi kemi një kampionat të balancuar, duke parë dhe tabelën e klasifikimit, sot mbyllen dhe 3 ndeshje të javës 18 dhe diferenca e ekipeve me pikë është për hap e ngushtë, mund të them, ku secili nga ekipet që janë të ndytur në 5, 6, 7, 8, 9, 10 synojnë për të zënë vendin e 4 që të marrin pjesë në Final Four. Final Four, që është viti i tretë që implementohet, ku në 2 vitet e para rregulli kanë qenë që mbas 36 javë bërin 2 ndeshje, 2 gjysmëfinale, ku ekipet ishin të favorizuar, ndërsa këtë vit kemi ndryshim të rregullit, ku ekipet shkojnë me përgjithësimin e pikëve, duke referuar gjithmonë diferencës pikëve të ulët. Me një fjalë, një ekip që merr 60 pikë do përvestohet në Final Four me 30 pikë. Nëse ka 61 pikë, përsëri do shkojë me 30 pikë. Mund të them, si që tash më përpara, është një kampionat me shumë rivalitet, ekipet synojnë dhe me ndryshimin e rregullit të Final Fourit, mundohen që të marrin maksimumin e pikëve për të marrë pjesë në fazën finale të Final Four. Glenti, si e ke parë? Do rikthehem tek ty Marius, si e ke parë këtë pjesë të parë të sezonit të A Business Superiore? Më zhdoi një pjesë e parë ku asnjë skuadër nuk ka treguar që mund të shkëputet, që pavarësisht se Ignati vjen si kampione, ndryshimet i bën forcë çdo vit. Largohet Delushka dhe Ujka nuk janë pak, po përmend 2 elementë ndër të tjerë, por duket sikur gjithmonë Mercato Pikas, albanez, lojtar që ne nuk e njihnim. Ka performuar shumë mirë, por edhe sulmuesi Bakayoko, pra shpeshherë i gjen alternativat, por nuk shoh paktën në këtë moment një skuadër që të ketë diferencë me tjerët, kjo skuadër do të ketë potencialisht për të shkuar deri në fund. Luhatet i kanë patur të gjitha, edhe pse në këtë moment Dinamo është në çast mirë sezonit, edhe Ignati është në çast mirë sezonit, pa rritjen e Partizanit, ishte një skuadër që nuk po fitonte në 11 ndeshje të fundit, ka humbur vetëm 2 herë mos gaboj. Kështu që nuk shoh një ekip që të ketë është
po bëni analizë pak edhe me Serie A. Pra në Serie A, pavarësisht se është një skuadër që është pak më tepër siç është Interi, që mund të jetë finale në semi paralizëm në kampionatin shqiptar, por akoma nuk është një ekip që ka treguar forcë, ka vendosur vetën dhe thotë ky skuadër do shkojë deri në fund, por më tepër në formatin që përmend Mariusit që ti të dalësh tashmë kampion ose të kesh një lloj sigurie në momentin ku përgjithësohen pikët, do kesh shumë diferencë. Unë nuk e shoh që në fund të këtij sezoni do ketë një ekip më shumë diferencë sa që kur përgjithësohen pikët, thotë ky ekip e ka siguruar, është gati 7-8. Kemi një kampionat të balancuar. Do të shkojë balancuar, për që një ekip të ketë siguri, ose siguri nuk ka asnjëherë, por që të ketë një lloj garancie më shumë për të shkuar drejt titullit, do të ketë paktën 7-8 pikë për përgjithësuar pikët. Unë e shoh shumë të vështirë me atë që ka parë deri tani superior, një skuadër në përgjithësim pikësh të ketë 16 pikë diferencë dhe pastaj të përgjithësohen pikët bëjmë me 7-8 pikë diferencë, duket jashtëzakonisht e vështirë. Ti shikoj Vllaznin, kishte një ecuri jashtëzakonisht pozitive, vjen 6 ndeshje, nuk ka asnjë fitore, është situatë krize. Pra, çdo skuadër ka patur ulje ngritet e veta dhe në këtë pikë, për ata që janë neutrale dhe nuk janë tifos, është gjëja më e mirë për kampionatin. Po ndoshta duke marrë parasysh që kemi përpara merkaton e janarit edhe mund të ketë ndryshime dhe ne kemi parë në kampionatin shqiptar, edhe këto impakte po themi që kanë pasur largime, qoftë dhe afrime të lojtarëve të rinj. Mund të ketë ndonjë lloj tranzicioni pak më ndryshe po themi në fillimin e pjesës së dytë të sezonit? Po, globalisht Lenida, merkato janarit nuk është merkato që prodhon element të jashtëzakonshëm. Ose do shpenzosh shumë para për të marrë lojtarë që ka shënuar pjesën e parë të sezonit, po them 15 gola në përgjithësi dhe ti shkon, shpenzon siç ndodhi për shembull kujtohet Vlahovici nga Fiorentina tek Juventus shkoi. Dhe mund të kemi. Po largimet të paktën kanë impakt, sepse e kemi parë edhe më herët. Largimet kanë impakt. Ata lojtarë që luajnë mirë kanë impakt ose kur kërkohen nga klubet që janë jashtë Shqipërisë, ose kur një klub tjetër brenda Shqipërisë nuk ndodh shpesh të paguajë para për të marrë lojtarë që kanë luajtur mirë. Pjesa tjetër e largimit janë lojtarë që nuk kanë patur minuta, që një lojtar është futbollist i mirë, por ka një divergjencë me trajnerin ose me presidentin, kështu që merkato janarit nuk është se mund prodhoj shumë, pa diskutim që ndodh. Ndodh që edhe të largohen 6 në Shqipëri ka ndodhur historikisht janë larguar 7, kanë ardhur 7 tjerë. Por ajo që ne kemi parë në këto ndryshime është që nuk ka ndryshuar klasifikimi. Ti ke larguar 7, ke marrë 7, por nuk është se ke përmirësuar shumë. Pastaj sigurisht mund do të marrësh një element apikasur diku jashtë vendit që nuk ka luajtur shumë dhe ai të vinë në Shqipëri dhe të bëjë diferencën. Të rasti janë pranueshme. Ekipet në superiore, sidomos në transferimin në Windows, që është ditarja e dytë e regjistrimeve, transferimeve, është këtë vit kemi që hapen me datë 1 janar dhe mbyllen me 2 shkurt. Kjo për shkak sepse data 31 janar bie fundjavë dhe data 2 shkurt bie që jep mundësi klubeve dhe federatave që të komunikojnë dhe të kemi më kohë në lidhje me dokumentacionin. Por mesatarja që një ekip e fjalë që synon të dali kampion, të shkojnë në Final Four, zakonisht ka të 5 lojtarë i merr në muajin janar. Po çfarë pritet nga kjo hapësirë e transferimeve në janar? Pritet të ketë ndryshime? Zakonisht klubet në çdo repart marrin ndonjë lojtar që t'i kenë dhe lojtarët rezervë, që të kenë një stol sa më të përshtatshëm, që të ketë mundësi që të marrin lojtarë që të jenë të domosdoshëm për ekipin e tyre. Ka ndonjë numër të përcaktuar që faktikisht për zakonisht mund të them edhe me emra, nëse duhet, zakonisht Bylisi edhe më Kuksi ku ka qenë, mete shumë lojtarë, me fjalën ndronte, si shta dhe Glendi 7, 8 dhe 10, ka qëlluar edhe 11 lojtarë, që marrin lojtarë nga komësi të ndryshme, por dhe komësi shqiptare. Transferimi, mund të kemi dhe lojtarë shqiptarë që luan jashtë, por duhet ndjek procedurat për transferimin. Ka një specifik, që lidhet me largimet dhe afrimet. Pra, nëse ky është normale, është balanca, kjo balancë. Sa do heq është normale. Po prit, pra, se ti mund të heqësh lojtar pa marr asnjë lek në këmbim dhe mund të blesh lojtar. Dhe nëse në aspektin pozitiv kjo nuk përkthehet me një pozicion më të mirë me fitimin e një trofeu apo një vendi për Kupat e Evropës, do thotë që minuset e tua si klub shkojnë dhe më thellë. Dhe ky është një problem shumë i madh në futbollin tonë, sepse krijohet nga dëshira e madhe për të pasur një performancë shumë të mirë, shpejtësia me cilën do të veprosh, dhe sidomos në dritaren e dytë të janarit për sa i përket transferimeve, krijon një negativitet financiar që thellohet gjithnjë e më shumë. Pra duhet të jenë shumë kujdesshëm se këta lojtarë nuk janë kaq
sistematik me ekipin e tyre sa që t'i jepet mundësia që ti të lëvizin nga një ekip në një ekip tjetër, ose janë pa ndeshje, ose nuk kanë luajtur mirë, ose ku diun. E para. Dhe e dyta, se ka dy probleme që dua ti veçoj për sa i përket adresnet superiore. Kjo ka të bëjë me numrin e njerëzve dhe të cilët ndjekin kampionatin. Është një, dhe e dyta me nivelin e fushave të stadiume për terrenit sportiv që kemi neve. Të dyja gjëra duket sikur lidhen njëra me tjetrën, por janë diametralisht të kundërta. Pra në një krah ne kemi shumë pak njerëz në stadiume, dhe në krahun tjetër kemi një imazh të jashtëzakonshëm të bukur për të këndshëm të fushave, sepse ka qenë një problematik shumë e madhe pra transmetimi televiziv, cilësia e fushës, cilësia e uniformave, gjitha me radhë, të jetë të kuptohen që këtu ka një nivel futbolli. Pra është i këndshëm për tu parë, ndërkohë që nuk kemi njerëz në për stadiume. Dhe klubet mendoj që nuk bën maksimumin e tyre për të sjellë njerëz në stadium. Pra pasi thua që është e detyrueshme ndeshja në aspektin sportiv luhet dhe lojtari ka përgjegjësi dhe rrit cilësinë e tij nëpërmjet njerëzve të cilët e ndjekin atë. Se nuk luhet me shkallë bosh. Në këtë aspekt klubet nuk bëjnë sa duhet. Nuk mund të presësh ti çdo gjë nga Federata Shqiptare e Futbollit. Nuk kemi ne ata që gjejnë tifozët në stadium. Patjetër duhet një strategji më duhet të jenë të gjithë po të fokusuar që ta bëjnë atë lojtarin e tyre që të marrë vlerën e plot. Pra nëse unë i kam 10.000 veta në stadium, unë do jem shumë i mirë. Nëse unë kam 500 veta në stadium, unë do jem mesatar. Dhe kjo është e padiskutueshme. Dhe të ardhurat normalisht nga tifozët janë më të larta dhe klubi këto të ardhur i shfrytëzon dhe për lojtarët dhe për administratën. Të gjitha të mira që vijnë nga prania e njerëzve në stadium, të cilët presin biletën, se ka një rast tjetër që kemi shumë raste që i ftojmë në stadium dhe i ftojmë pa para. Pra neve duhet të krijojmë dhe kulturën e të paguarit të biletës, sepse edhe kjo është një mangësi. Po ajo që do ta theksoj edhe një herë është cilësia e stadiumeve dhe që është përmirësuar. Ndërkohë shikojmë tani një tabelë të statistikave për gjysmën e parë të sezonit të Biznes Superiore, duke u fokusuar sigurisht te klubet pjesëmarrëse dhe fokusi ka qenë tek mosha mesatare e lojtarëve, kontrolli i topit, goditjet në port, driblimet, goditjet kundër dhe faullet, dhe duket sikur skuadra me moshë mesatare më të re është Bylis. Ndërkohë e komentojmë pak bashkë Glenti, edhe skuadra më e vjetër ndërkohë është Dinamo. Si shikon këto raportet e moshave? Po, realisht mund të shohësh në dy këndvështrime. Para skuadra më e re është Bylis, mund të ndihmojë në vimësi me strategji që Bylis ka dhe her pas here merr lojtar edhe më të rinj se 23. Dy që e ka moshën për të zhvilluar dhe mundësisht për të përfituar diçka edhe në tregun e shitblerjeve, po pastaj skuadra më e madhe, nëse shikon fillimisht në plan të parë duket si element negativ që Dinamo ka mesataren më të lartë, po nuk është domosdoshmërisht negativ sepse nuk ka skuadrat asnjë lloj diferencë. Kur bëhet fjalë midis 24 dhe 27 vjeç, kjo nuk quhet diferencë. Neve kemi kampionat me lojtarë mesatar. Pra të gjithë ekipet moshën mesatare kanë diku 25 vjeç, tash po ti marr gjithë aty pistoj për 10, kjo ndodh dhe 25-26 vjeç për një arsye. Ta themun që Ballçi luan pa presion. Ballçi 24 vjeç e kanë Ballçi, 25-26 Ballçi, Ballçi mund të ketë 4-5 lojtarë që janë mbi 25, por pjesën tjetër ka 18-19 vjeç. Dhe talenti i vitit Ballçit doli nga Ballçi, lojtari i Ballçit. Dhe Ballçi është ekip që luan pa presion. Kjo është një praktikë e hershme e Ballçit. Po, është vërtet. Mesatari 27.1, domethënë prandaj po them, për ta lidhur edhe me atë me objektivin, po të shohësh sot në Serie A 3 skuadra në moshë më të madhe janë Napoli, Interi, Lazio është më poshtë në ditë, për Napoli, Interi që janë nga për titull, që janë gati 29 vjeç moshën mesatare. Kështu që një skuadër për titull është vështirë ta ketë moshë mesatare 22 vjeç. Po ndodh shumë rrallë, mund të jetë Barcelona. Ka dalë Ajaxi vazhdimisht, sepse e ka traditë që luajë me lojtarë të ri. Ka dalë dhe kampioni i Hollandës vazhdimisht, ka dalë dhe kampioni i Evropës. Hollanda nuk ka vetëm Ajaxi. Në Hollandë 80% e skuadrave kanë moshë mesatare të ulët. Pra, nuk është se ka Ajax të tjerë janë moshë mesatare. E ka pasur. Janë të gjithë. Po jo më aktualisht e ka, nuk është vetëm aktualisht e ka, sepse nuk ka vlerë më. Që ti ka qenë strategjia ka qenë për të shitur lojtarë. Ashtu e ka dhe sot. Ajaxi, Feyenoord, PSV Eindhoven, gjithë skuadrat holandeze kanë mesatare të ulët, moshë, në flasim për kampionat, ligat kryesore europiane, mund të përjashtohet një Barcelonë që për shkak edhe të kushteve financiare gjithë dim, nuk mund të ketë një moshë mesatare shumë të lartë dhe prodhon dhe shumë akademia.
të tjera skuadrat që luftojnë për titull nuk kanë moshë mesatare aty. Është vërtet. Kjo është shumë e vështirë sepse do pjekuri, do diçka Patjetër duhet tjetër. një lloj balance mes lojtarëve. Inter është dën kampion Europë dhe ka moshë mesatar më të lartë. Ndërkohë kalojmë te një statistikë tjetër, kontrolli i topit, që në fakt sipas përqindjes rezulton që Egnatia ka kontroll më të mirë të topit, por ajo që bën përshtypje është që është Partizani dhe Vora që kanë kontroll më të ulët të topit nga klubet e. Sepse zotrimi i topit, tani këtu Flori është më ekspert patjetër, zotrimi i topit nuk është garanci e rezultatit, sepse përqindja që ne llogarisim këtu është përqindja total. Varet në zonat ku ti ke kontrollin e topit dhe sa luan thellësi. Ti mund të jesh një skuadër që e zotron topin edhe në masën 56% sigurisht mund të jesh. E lidhur me numrin e sulmeve, me numrin e goditjeve në port, me numrin e korneve, me numrin e asisteve dhe kjo gjitha bashkë. Pra, nëse kjo shifër shkon paralelisht, pra nëse Egnatia që e ka 56% kontrollin e topit në ndeshje, shkon paralelisht me ka numrin më të lartë të goditjeve në port, ka numrin më të lartë të goditjeve nga këndi, ka numrin më të lartë të sulmeve. E kështu me radhë do të thotë që këtë zotrim topi nuk e ka në mesfush dhe midis Ignatia nuk e ka. Unë po them në përgjithësi, Ignatia nuk e ka sepse ka dëshirat e tjera, por në përgjithësi se po të shikosh ke edhe Partizanin, por ti kur shikon ndeshjen e Partizanit, nuk shikon një Partizan që gjuan 40 herë në port. Tani jemi korrekt. Ka zotrimin e topit, por nuk e finalizon. Ignatia e bën këtë. Ignatia e ka paralel. Po folëm me shifra, duhet i kemi të shifrat për të gjitha specifika që sapo përmenda, se ndryshe pastaj ne nuk e dimë se si reflekton kjo. Është e pamundur që unë tash të them që ky ekipi që e ka 44, pra unë dhe kur thash për Egnatin që e ka 56, thash që nëse shkon me shifrat e tjera në mënyrë. Ignatin si shkon, Ignatin si shkon, po se i ke shifrat. I ke shifrat, Ignatin si shkon, ka goditje në port, është vendi i dytë. Kam shifrat se i shkon. Janë goditje në port, i ke gjithë. Ka luajtur dhe lojtarët, nuk është se ka lëvizur 2-3 lojtarë ka lëvizur, ndërsa Partizani dhe unë të them Vllaznia, Vora, Partizani që thashë pak më para, janë ekipe që kanë bërë shumë transferime dhe janë lojtarë që akoma duan kohë që të përshtaten me ekipin. Prandaj janë dhe to statistika. Është ideja që ti është e mirë kur e ke zotrimin e topit të lartë. Pastaj është ajo që prandaj Flori bën, okay, korrekt lidhjen, patjetër që ti mund të ke zotrim, por nëse ti ke goditje tentativa ti ke në nivel të ulët, atëherë zotrimi është në zonat pa rrezikshme, në zona sterile të fushës. Dhe Partizani mund ta ketë në zona sterile. Egnatia nuk e ka në zona sterile. Akoma s'kemi hyrë te niveli që e para e tretë katërt e fushës mund të jenë edhe zona boshe dhe rrezikshmëria kryesisht prodhohet në 25 metra në zonën kuqe. Në fakt kemi statistikat edhe për sa i përket goditjeve në port, që duket sikur Dinamo ka më shumë goditje në port, por fakt saktësinë më të lartë ka Elbasani. Elbasani një ekip i cili fakt na ka surprizuar në këtë sezon. Kjo pastaj vjen me aftësitë që kanë lojtarët për të gjetur kuadratën e portës, të hyjmë edhe në cilësi individuale. Në fakti që ti prodhon më pak tentativa, por përqindjen e ke më të lartë, do thotë që lojtarët individualisht janë më të aftë për të gjetur kuadratën e portës. Edhe në mënyrën e lojës. Edhe në mënyrën e lojës. Nëse ti do të luash si Atletico e Madridit, ku do dalësh me pikatorë përpara, apo si Juventusi, ku do të shkosh shumë pak përpara, apo ose si një ekip italian në raport me disa klube të tjera do të Juventusi shkon. Në raport me disa klube të tjera perëndimore, siç janë Bayern Munich, siç është Manchester City, siç është Barcelona. Juventus është e dytë në Serie A për tentativa, kështu që shkon Juventusi. Juventusi ka më pak gola se ç'duhet të ketë. E thash në kuptimin e Serie A. Okej. Lendi ka shumë të dhëna, pasi me kampionat italiane ndjek shumë. Edhe prandaj thash po Juventusi ka është tifoz Juventus. Jo, sem tifoz Juventus. Kjo është ideja po. Në profesionin e Lendit nuk ka tifozëri. Jo, nuk kam tifoz Juventusin. Nuk jam tifoz. Po nuk jam thash. Unë s'po them që jam, ta them edhe një herë tjetër. Do më të shuar. Po, Marius e ka tifoz. Jo, nuk jam në Serie A asnjë. Edhe në kampionatin shqiptar ti lind, po pastaj zber sepse profesioni të ndryshon pastaj perceptimin e gjithçkaje. Po, në Atletico Madrid është e vërtet, Flori, po kur ke Alvarez që godet portën, është më mirë se kur ke një tjetër që nuk e godet kuadratin. Dot. Pra, mundësia për të shkuar tek porta e kundërshtarit është më e pakët dhe saksia mund të jetë më e lartë. Se këto janë gjëra që kundërshtojnë njëra tjetrën. Pra ti vërtet mund të jesh një ekip që ke bërë shumë pak gjuhetje në port, po ke qenë shumë rezultativ. Në aspektin italian, të ish futbolli italian le të themi, të kanë pasur si cilësinë e tyre. Pra shumë pak herë përpara portës, por shumë të saktë përpara saj. Pra në 3 goditje një gol. Tash te Bayern do të gjyt 33 herë për të bërë një gol. Kupton? Janë ky ndryshimi. Po, edhe kur shkon 3 herë dhe godet një herë në port, duhet ai që dëgjojnë port ta ketë cilësinë për të dëgjuar në kuadrat, sepse ka skuadra që prodhojnë pak tentativa dhe përqindja e realizimit e kanë tulë, sepse shpesh herë
Po të marr rastin po të marr një rast. Ulet përqindjen e realizimit, nuk e marr në analizë, se nuk na intereson. Po përqindja e goditjeve në port po flitet. Kur përqindja e goditjeve në port është e pakët, por realizimi i golave është mbi mesatar, do thotë që ekipi ka saksi të jashtëzakonshme. Ka ekip, ka individi. Po individi s'është pjesë e ekipit. Po individi, më sa thua ekipi, që kemi dy individ sulmues që godasin shumë mirë portën mbaroi, nuk e godet më sushori. Ti ke Fiorentinën sot, se po bën analizë shpesh me Serie A, por kampionatin e kemi afër, dhe natyrisht bëjmë analizë. Që ora mirë thaj që keni pasën shumë atë gjestetit. Jo mos komplet më gjë. Po kështu thaj. Po jo më, po dhe okay, edhe kam drejt mos e kolega kam mikë, kam s'ka problem. Ideja është që ke Fiorentinën sot që prodhon shumë raste, përqindja e goditjeve në portë ka tulet sepse nuk po vin golat. Mojse që nuk po gjet kuadratën, po prodhon raste, nuk po vin golat. Fiorentina sot është më të fundit, prandaj po them për bërë analogjin, ka skuadra që prodhojnë shumë tentativa e kanë përqindjen e ulët, por e certifikuar, nuk është absolute kjo. Po e certifikuar që një skuadër që prodhon shumë tentativa, sigurisht është shumë më pranfitore se një skuadër që prodhon pak, po ka përqindjen e goditjeve në port më shumë. Ndërkohë mbetemi përsëri te dy statistikat e fundit, duket sikur Dinamo është ekipi më driblues, nga ana tjetër Vllaznia sikur është ekipi më agresiv, Riza, për sa i përket numrit të faullave. Tani Dinamo në traditën e saj ka qetësinë e lojës. Pra është një ekip i programuar që duket qetë, që nuk ndihet, që të skupton çfarë do ndodhi fund fare shënon golin. Pra, kjo është tradita dhe kështu vazhdon akoma Dinamo të luajë. Domethënë shumë e saktë, shumë e palexueshme, duket sikur se ekziston fare në fushë pas sa shënon golin. Ndërsa Vllaznia është më agresive, edhe për shkak të tifozërisë që ka në stadium, edhe për shkak të dëshirës së saj të madhe për të fituar titullin pas shumë vitesh, dhe detyrimisht që të bën, të çon në një shkallë agresiviteti, pra gjithë këto mangësi ose dëshira që ke për të fituar kampionatin. Megjithatë, unë shikoj këto se si një kampionat cilësor, të gjitha statistikat që kemi marrë, duke reflektuar dhe mendeshet që kam parë, më duken gjëra shumë pozitive. Pra unë nuk mund të them që meqense Vllaznia ka qenë agresiv, është diçka që ka ndikuar negativisht në gjithë saj. Karakteristike lojës që ka dhe dëshirës së madhe që kanë lojtarët. Nëse Dinamo ka këtë karakteristikën tjetër, detyrimisht që është kthyer në traditën e saj dhe ajo është tradita, është shumë mësuar ta fitojë kampionatin. Ka dhe lojtarë individual. Dinamo, siç është Bregu, siç është Lorenzo Villa, që driblojnë shumë, dhe Berisha, Benar Berisha, pavarësisht se këto ndeshje të fundit nuk është se ka luajtur rregullisht, por bazë të lojtarëve individual, Dinamo është në këtë klasifikim si ekipi që driblon më shumë. Mendoj, pasi, siç e them pak më parë, është Dinamo që pret kundërshtarët dhe pastaj sulmon dhe shënon, pa e kuptuar. Është element i rëndësishëm Lelida, po në fund fare kryesorja është se si shkon te gol që rezultati merr se po shikojnë lidhje si është Tirana e dyta për driblime saktë, për Tirana është sulmi i dytë më i dobët i kampionatit, kështu që ti mund driblosh, po nëse driblimi varet ku i bën. Ku i bën po. Kjo driblimi ka edhe një specifikitet se ta them, meqense mëra mundësia. Atëherë se ka driblime që bën thellësi, ka që bën në paralel me vijat e mezit fushës. Domethënë këto lloj driblimesh që lojtari merr topin nga qendra drejt vijës anësore dhe shkon paralel me vijën e mezit fushës, nuk ka asnjë vlerë. Pra driblimi ka rëndësi vetëm kur shkon në thellësi. Dhe superimi, domethënë shkon në thellësi dhe shënon. Dhe me rezultat pozitiv se lë disa kundërshtar pas. Pra sa herë që ti driblon e lë një kundërshtar pas veten dhe çbalancon kundërshtarin sepse rritet numri i forcave. Pra nëse do ishin 5 me 5, bëhen 5 me 4, dribloni tjetër 5 me 3 dhe mundësia pastaj rritet potencialisht. Sidoqoftë ne do të kemi hapësirë të diskutojmë përsëri për kampionatin shqiptar në vijim, ndërkohë shkëpusim vëmendje nga Abisnet Superiore, por duke u fokusuar tek një gjë që ka sigurisht në fokus Abisnet Superiore dhe kategorinë e parë, është një vendim i marrë në Komitetin Ekzekutiv të Federatës Shqiptare të Futbollit në lidhje me shpërndarjen e disa financimeve që shkojnë në vlerën 3 milionë euro në klubet Abisnet Superiore, po ashtu te klubet e kategorisë së parë. Me Mariusin mund të na japësh disa detaje më tepër se si do të funksionojë. Ne do të kemi edhe komunikime edhe intervista më tej në ditën e vijim nga FSHF-ja, por që ndoshta disa detaje specifike se si do të funksionojë, si do të ndahet kjo skemë. Po është vërtet, Komiteti Ekzekutiv ka miratuar fondin prej 3 milionë euro, të cilët do shpërndahen ekipeve profesioniste të Abisnet Superiore dhe të kategorisë së parë. Ekipet pjesëmarrëse në Abisnet Superiore, ky fond është më i lartë, pasi dhe shpenzime sportive dhe administrative dhe organizative janë më të larta dhe është ndarë në dy faza. Në fazën e parë që llogaritet në muajin janar shkurt, do të shpërndahen të gjithë ekipeve superiore dhe kategorisë parë,
ku fondi do jetë i barabartë. Me një fjalë, për sezonin 25-26, të gjithë ekipet që janë pjesë aktuale e këtij kampionati do marrin shumën e barabartë. Ndërsa për sa i përket sezonit 26-27, kjo shumë do ndahet në mënyrë që ekipet që janë pjesëmarrëse në superiore, pasi do marrë sezoni 25-26 do kemi rënë e kategoria dhe ngjitjen e kategoria, por do të marrin të njëjtën shumë të barabartë. Kjo gjë është llogaritur dhe për ekipet që vijnë nga kategoria 2 që do marrin pjesë në kategorinë e parë, ku do të marrin një shumë të barabartë me të gjithë ekipet e tjera. Me një lloj përafërsie shkon diku tek rreth 180.000 euro për secilin. Në superiore një ekip që qëndron në superiore, që është aktualisht dhe qëndron në superiore dhe në sezonin e ri 26-27 do marrin 183.000 euro. Ndërsa ekipet kategorisë parë do të marrin 90.000 euro, të ndarë në dy këste, 45 në muajin janar, shkurt, dhe ndërsa pjesa tjetër në fillimin e sezonit që parashikohet të fillojë në gusht dhe në shtator. Po. E rëndësishme është të kuptojmë që si u krijua fondi. Se për ta ndarë kollaj Margusi se e pjeston atje. Pra, Federata Shqiptare e Futbollit arriti të ketë një performancë financiare të jashtëzakonshme. Dhe krijoi këtë fond për 3 milion eurosh, i cili i shpërndahet ekipeve të abisnet superior dhe të kategorisë parë. Pra, edhe një herë do ta theksoj. Fondi është krijuar nga performanca financiare ekonomike e Federatës Shqiptare të Futbollit. Në këtë aspekt mendoj që sot jemi në këtë pozitë, që s'kemi qenë kurrë më parë, se është e pa dëgjuar, por që e kam shumë qartë që e ardhmja vitet në vazhdim do jenë shumë herë më të larta shifrat që Federata Shqiptare e Futbollit do të performojë në aspektin financiar. Glenti, sigurisht që aspekti financiar është shumë i rëndësishëm edhe për suksesin e një klubi. Sa i ndihmon klubet, patjetër dhe zgjedhjet që bëjnë në lidhje me transferimet edhe me mënyrën se si organizojnë lojën dhe çdo gjë tjetër, por sigurisht që aspekti financiar është një shtys shumë e mirë për të bërë ndoshta edhe blerje të rëndësishme, qoftë në hapësirën e verës ose ndoshta edhe që tani. Një klub në Shqipëri është shumë e vështirë për të administruar nga ana financiare në dim. Nuk ka përfitime të mëdha, marketing ka pothuajse kuotën zero. Flori përmendë tifozët janë një burim i madh financiar për çdo klub në botë. Shqipëria nuk e ka në dim që Tirana Partizani presin ato derbi që të kenë një lloj përfitimi nga prania e tifozëve, kështu që çdo ndim që i vjen është si oksigjen për çdo klub. 183.000 euro qoftë edhe klubet e kategorisë së parë që janë edhe më të varfra se klubet superiore, ndihmohen nga një fond i tillë financiar për merkaton, për udhëtimet, për hotelerinë në udhëtimet transfer ne kemi parë klubet sidomos kategorisë parë, edhe superiore ka probleme të veta financiare patjetër, por kategoria parë ka edhe më shumë. Kemi parë raste që kanë pasur të vështira të udhtojnë në distanca të larta për shkak të mungesës së një likuiditeti financiar. Se një president e ka shumë vështirë të investojë në mënyrë sistematike ku nuk ka si përfitim. Fund fare investon pasioni 1 2 3 4 vite pastaj. Po në vitin 2002-2003 Federata Shqiptare e Futbollit kishte 20.000 marka gjithsej. Jemi 20 e ca vite më pas, dhe Federata Shqiptare e Futbollit krijon fond nga performanca financiare. Nuk ka gjë më të mirë se cili nga klubet që ti përmende, të kategorisë superiore dhe të kategorisë parë, pra ato që quhen klube profesioniste, të marrin një model, të marrin një shembull, të ndjekin se si është organizuar Federata Shqiptare e Futbollit dhe çfarë bën për të fituar paratë e saj. Dhe këtë pastaj ta implementojnë në atë mënyrë që atyre intereson në klubet e tyre. Pra kjo do të ishte një gjë, domethënë e jashtëzakonshme, sepse duket sikur s'ka model fitues. Ja, ky është një model fitues, ne jemi këtu, jemi prezant. Patjetër, është rezultati që është paralizmi njësoj, sepse një klub po të marrë si shembull Laçi ka të vështirë që ta mbush stadiumin se nuk ka popullsi. Pastaj përfitimi më i madh i klubeve ne dim kush është. Është pjesëmarrja në Europë, nuk ka asnjë burim tjetër. Po që se e minimizon e realizon bisedën këtu, do të thotë që unë fol dakord. Po të them që një shembull, një model i qartë se si menaxhohet, se Federata Shqiptare e Futbollit, një klub futbolli është, klubi i futbollit evropian i Shqipërisë është Federata Shqiptare e Futbollit. Nuk e di jam ma kupton këtë. Pra të gjithë klubet do ta kenë të qartë që një model menaxhimi, një model i të bërë klub futbolli ekziston dhe duhet ta implementojnë sipas asaj peshës, rëndësisë, kështu që kanë vetë ata. Por duhet ta kenë këtë parasysh. Por ne dimë që në Shqipëri nuk është njësoj kapaciteti një klubi me kapacitetin e federatës për të arritur në këto nivele. Ne nuk po flasim për 2-3 klube kryesore, Tirana Partizani, Dinamo Gnat, po flasim për gjithë klubet. Ne
nuk është se një klub të arrin 100% ato që arrit federata. Por gradualisht në përqindje. Çdo vit flasim në vlera maksimale. Po flasim në vlerë përqindje. Nëse sa herë më e vogël është, aq herë më pak do fitoj, por kjo është një diskutim. E rëndësishme është gjithsesi që ka një bashkëpunim të mirë dhe patjetër kjo është një shtyllë shumë e mirë që ata të ecin përpara. Ndërkohë që në fakt Federata Shqiptare e Futbollit nuk mbetet vetëm këtu, sepse edhe futbolli i vajzave është po ashtu një prioritet dhe një element tjetër i cili është miratuar, një nisë tjetër që është miratuar në Komitetin Ekzekutiv të Federatës Shqiptare të Futbollit është po ashtu një fond specifik për zhvillimin e futbollit të vajzave. Marius, si është skema në këtë rast? Skema është e tillë që Federata për dieni është mbi 10 vite që financon tek futbolli i vajzave, që në moshën 12 vjeç deri në moshën e ekipit parë. Ndërsa këtë vit është menduar që gjithë ekipet A, flasin ekipet e para, si edhe ekipet e U17 që marrin pjesë rregullisht në kampionatin e superiores për vajza, të marrin të ardhurat bazuar në performancat e tyre që i zgjedh dhe klubi. Me një fjalë, një ekip dorëzon një listë prej 18 emrash dhe përzgjedh lojtarët, trajnerët, doktorin, zëvendëstrajnerin, si dhe federata ka miratuar gjithashtu dhe një fond për shpenzimet që këta klube do kenë në transfer. Një fjalë, një ekip si tha dhe Glendi mund të udhtojë dhe mund të sjellë fatura përkatëse bazuar dhe në shumën totale që një ekip do të përfitojë gjatë sezonit. Pra do të jetë një proces financimi i vazhdueshëm, jo Federata vazhdon të financojë dhe do vazhdojë të financojë që të kemi shifra e financimit. Është totali është 22 milion lekë të reja. Flori, kemi diskutuar shpesh herë për futbollin e vajzave, kemi komentuar edhe suksesin që ka pasur dhe kombëtarja A, po ashtu edhe talentet e rinj që në fakt lulëzojnë edhe në futbollin e vajzave në Shqipëri. Si e shikon këtë nismë, sepse sigurisht është vazhdimsi të nismave të mëparshme që ka pasur FSHF-ja, por patjetër që është, mendoj që jemi kthyer në skemën e vitit 2020, sepse kemi pasur edhe më herët këtë skemë. Herë pas here krijohen kontradikta të kota, do thoja unë, nga vetë klubet, në mënyra se si duan ti shpenzojnë parat, por që besoj që nga vitin vit po përmirësohen niveli i financimeve. Pra unë shikoj që nëse deri në vitin e parë ishte shumë e hershme ndoshta skema e financimit, në këto vitet e fundit që është një gjë normale, klubet po qartësohen se nuk është vetëm Federata Shqiptare e Futbollit ajo që do ta mbajë gjallë një klub futbolli për vajza, por do të jenë dhe vetëm ata që do të rrisin dhe ata kontributet e tyre për ekipet e tyre. Patjetër. Sigurisht ne do të jemi këtu edhe për nisma të tjera të Federatës Shqiptare të Futbollit në lidhje me zhvillimin qoftë të futbollit të vajzave por edhe të djemve. Ndërkohë një tjetër investim i rëndësishëm se Riza përmendi pak më përpara edhe përmirësimin e terreneve sportive në Shqipëri që i kanë dhënë një pasqyrim shumë më të mirë edhe ndeshjeve të futbollit edhe pse jo kanë krijuar një lloj komoditeti edhe për klubin edhe për lojtarët, por një investim i radhës i cili është miratuar në fakt në Komitetin Ekzekutiv të Federatës Shqiptare të Futbollit është edhe një fushë me bar natyral në Katun të Ri në Durrës. Marius, për çfarë bëhet fjalë ose Riza, cili do që mund të është më i detajuar, por si the pak më parë, Federata vazhdon e do të vazhdojë të investojë në fusha sportive që normalisht të gjithë të kenë mundësi të luajnë dhe të jetë mundësi çdo fëmijë që të marrë pjesë në futboll. Po deviza është e qartë. Të çojmë futbollin te njerëzit. Sepse kemi qenë të koncentruar për shkak të fushave minimale në futboll, kemi qenë të koncentruar brenda këtyre fushave. Tani po shpërndahemi në territorin e Shqipërisë me fusha kudo, sepse futbolli luhet kudo. Dhe problematikat kryesore që kemi pasur janë urbanizimi i qyteteve të mëdha, zhduku disa fusha. Dhe jemi të detyruar tash që të investojmë në këto zona ku popullsia është akoma shumë dashamirëse ndaj futbollit dhe mendoj që kjo devizë, pra të çojmë futbollin te njerëzit, është një nga gjërat më kryesore sepse nga aty do lindin talentet e ri dhe ata që do ta vazhdojnë më tej të gjithë eksperiencën e futbollit që ne e kërkojmë më kaq shëngull. Patjetër, duket sikur realisht viti 2025 ka qenë i suksesshëm në gjitha drejtimet në lidhje me Federatën Shqiptare të Futbollit, por edhe sigurisht edhe për futbollin shqiptar, sepse kemi pasur edhe pjesëmarrje të mira të klubeve shqiptare edhe në Europë, po ashtu sukseset e kombëtares shqiptare dhe arritjen në play-offin e botrorit 2026. Në aspekte të tjera të organizimit të eventeve të rëndësishme, po ashtu i kemi diskutuar edhe në programe të tjera. Unë dua të falenderoj Glen Tafaj për pjesëmarrjen sot, të presim dhe herë të tjera
para në vijim. Marius Sulejmani, faleminderit. Besoj mund të kemi takim tjetër për të folur për nisjen e sezonit më pas për gjysmën e dytë të sezonit. Floriza, faleminderit, si gjithmonë kënaqësi. Ne do të shihemi përsëri, ky ishte programi i fundit për vitin 2025, do të shihemi përsëri në janar, gëzuar festat edhe vit të mbar.